Njeriu i cili ta ka besu shpinë me jabon ti që punon ndërtimtari, dhe ti vetëm se nuk ka marrë vesh ai, dhe ai të ka besu punën, ta ka lënë emanet punën, dhe ti e ke shfrytzu kënd ignorancën e atij për punën që je duke e bën, dhe ai nuk të shpërzi, dhe tash ka hinë shtëpi, shkallët si ka kërkund, murin se ka kërkund. 1 milion probleme mund t'i gjesh brenda shtëpisë. Dhe ai vetëm një fjalë mjafton të thote, haram i qofshin paret, se m'ka tradhtu në emanet. Duaja e këtij ka me të shoqëru kudo që të shkoshin nderuar i vëlla. Andaj përzihen punët, nuk o qa që thjesht, unë ja mora paret. Çfarë se ja more paret? Me ato paret duhet të ushqesh familjen. Pastaj fëmia nuk del halal, po nuk del halal, se për fëmijët e tu me paret që ti ke ushqi, dikush bën dua, se dikujt i hin ujt në shtëpi, si rezultati mungesës punës që ti ja ke bën. Ta ka besu njeriu kënd, emanet, në emanet, një material që ti e ke shit, fjalët më të bukura të mundshme ja ke dhënë. Ndërsa mangësit që i ka materiali se ke tregu, dhe tregohesh muslimon, tregohesh se njeri që sinon xhenetin. Ndërsa ai, nga do që lëviz ta bën muhabetin ti, e ke tradhtu i nderuar i vëlla. Se ishin sahabët në këtë drejtim, se ishin muslimanët në këtë drejtim. E keni të njohur mirë rastin në kohën e Omerit radiallahu an. Po në këtë mënyrë ajo shoqëri heci para. Ai në këtë mënyrë do të edukojnë fëmijët tonë. Emanetin do t'ja bëjsh djalit dhe vajzës të madhe në kokën e saj, edhe në kokën e tij. Kur dule Omeri radiallahu anhu me hecë, me pa gjendjen e muslimanëve, natën, bisedën që dëgjoj Omeri radiallahu anhu, mes një nane dhe një bije, kur nane e urdhroi bijen e saj, për me përzi qumshtin me ujë, me çfarë niyeti, me tradhtun biznes, me tradhtun tregti, ama një bi që e dishte se ajo është emanet, dhe është tradhti, dhe nuk guxon me e bë këtë, i tha ojnan, e ka ndalu, tha kryetari i shtetit këtë punë. Ajo insistoi edhe më shumë, i tha, e po ku do të shohë ti Omerin këtë sahat? Tha ojnan, nuk është derti jon i Omerit, derti jon është i Allahut, Allahu na sheh. Nuk guxojmë ne me tradhtun këtë. E kur e dëgjoj këtë fjalë Omeri, e lagojnë hapur ata. Abdullah ibn Omeri e provokoi një beduin, i cili ishte çoban, ama ka jetu para shumë viteve, ama mësimi ati vlen sot, edhe do të vlen sa të ekzistojë dunjaja. Ajo shoqëri nga kurkush hiç u bën shumë. Pse? Se nuk tradhtonin në emanet. I tha, apo ma jep një dele. Ma shat një dele, me therë dhe me hongër bashkarish nga mishi i saj. I tha, nuk janë delet e mia. Pse? Se emaneti kishte marrë ai punëtori. Jo punëtor që të kënaqet edhe me komoditet delet e çitën në kafe. A din që ai kam bën unë gazdës tim? Punëdhënësit tim. Ai mu nuk ma hip rrogën, ama unë atje kam shumë dëm punën. A e pajtu me qatë rogë, po, jepja hakun punës o vllai i dashur. Nëse nuk mbaron vetëm me përfundimin e punës dhe marrjen e rrogës. Tha emanet i kam unë këto dele. Po tha ku të shefa i ti? Tha unë parët dhe ti jap. Nga mishi duhash edhe ti. Ndërsa punëdhënësit ton, shefit ton, thuje hangër delen ujku. Tha ati mund t'i thom se delen e hangër ujku. Allah o qka do t'i thom, se unë emanet i kom këto. U emocionua Abdullah ibn Omeri. Po emocionohemi edhe ne, se shumë larg jemi ne sot përballë kësaj. Njeriu prej xhamie dale dhe të treje, të mashtroje. Po nuk shkon kjo punë. Njeriu e ka fal namazet dhe del tregti. Në vend se me të shit një kilogram salata ose kumpira, trin vag, trin biznis, trin marrëveshje. Ta jep fjalën se kam me bu për një muaj, kam 5 muaj, nuk ta bën. E fjala e dhone, manet është. Pastaj nuk na bëjmë punët. E po nuk bëjmë punët. Nga se nuk ka hajër dhe dobi në një shoqëri që është tradhtuar emaneti. Dhe një shoqëri që nuk
praktikon moralin e emanetit, nuk ka mundësi të pritet nga ajo shoqëri që të ketë çfarë? Perspektiv, të ketë dobi, të ketë hajër dhe të ketë mirësi. Ndërsa, brenda emanetit, ka mrekulli dhe ka muxhize. Ti mundo ti qëndrojsh vëllai i nderuar, asaj çfarë ke marrë përsipër. Ani se është pak, ani se ndonjëherë dëmtohesh, ani se ndonjëherë lëndohesh, dije se Allahu e ka pa veprimin dhe gjendjen tënde, dhe për hir të veprimit dhe gjendjes tënde, Allahu ka për të bërë muxhize në atë veprim. Dhe për këtë kemi rast që na ka tregu dhe na ka fol pejgamberi alayhis salam. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, vëllezër të dashur, për një njeri, na tregon për një person, të cilit i duheshin disa dirhem të caktuar, një sasi e madhe e pasurisë për të investuar në një biznes dhe për të bërë një punë. Njeriu i cili i kishte këto pare, hadith është, për të treguar muxhizën dhe mrekullinë e rahmetit, e mirësisë, e begatisë, brenda emanetit, nëse qëndrojsh besnik. Personi në fjalë që ju kërku t'i jape u ha, tha, a ki në një garantues për këtë? Tha jo, garantues e kam Allahun dhul xhelal. Po ndonjë dëshmitar që dëshmoj se ti kam dhënë këto pare, tha nuk kam asnjë dëshmitar, më mjafton tha si dëshmitar Allahu dhul xhelal. E me qenë se dëshmitar dhe garantues tha e ke lënë Allahun dhul xhelal, tha unë po t'i jap këto pare edhe ja caktoj kohën kur duhet t'i kthej këtë pasuri. I mur paret, i investoj në biznes, Allahu dhul xhelal i dha shumë bereqet, dhe tani vjen koha për ta kthyer emanetin. Që shumë njerëz kanë tradhtu, subhanallah. A dini sa probleme kemi, i ki paret, ki dëshirë ti ndihmosh dikujt japësh u ha, nuk dush ta humbish si shok, se e dish në momentin kur t'ja hapësh dhe e humbish se nuk t'i kthen më. Po nuk t'i kthen sepse nuk ka problem se e tradhton emanetin ki. Ta vonon një muj, 2 muj, 1 vjet, 10 vjet, më nuk ja lip si jep hiç. Po me ja lip, në kohën kur je marrë vesh, 200.000 fjalë ti thot, a për paret e mia ke mbet. O vlla, s'ku mbet për paret e tua, edhe nuk janë tuat, janë të mia që u morën vesh me mi dhon. Edhe këto pare nuk mund të kenë bereqet të te. Nuk mund të kenë hajër të te, sepse tem ke tradhton emanet. Dhe Allah e ka pa këtë punë. Si mendon ti jetosh në këtë mënyrë ti? E dish këtë punë, se du ta bëjmë këtë muhabet 100 herë. Kur erdh koha ta paguaj emanetin, thot pejgamberi alayhis salam, pengesë mes këtyre dy njerëzve, huamarrësit dhe huadhënësit, ishte një ujë. Dhe bashkë në kohën kur duhet t'i jepet emaneti, ra një shi i fuqishëm, saqë niveli i ujit u rit shumë, dhe ishte pamundshme, thot pejgamberi alayhis salam, të kaloj anën e lund për me ja dërgu emanetin, paret. U ngushtu shumë njeriu. Afrohet koha për t'u taku. Edhe nuk pas zgjidhje tjetër përveç se të merr paret që duhet t'ja kthej, t'i shtin në një pako prej drunit, të lënë edhe një mesazh atij, dhe duke u mbështet në Allahun dhul xhelal që i kishte lënë garanci dhe dëshmitar për atë pasuri, i lëshoi paret në ujë. Tani që thamë më herët, o vlla i dashur, ti ke premtu diçka me ba, ti e ke marrë një emanet. Si imam, kret dalin kundër, o vlla, le dalën krejt kundër, ti e pja hakun punës dhe e shofësh, Allah ka me të çu bereqetin. Ke marrë udhëhecin e fshatit, qytetit, një ministri të caktuar, krejt dunjoja lëvizin kundër, abe ti lëviz nga në Allah dhul xhelal, le dalën krejt kundër, Allahu ka me bo muxhizën dhe mrekullin dhe e shojsh, në fund të fundit, si do të vije bereqeti. Allahu ka premtu për këtë, dhe lëshojnë ujë. Njeriu i cili i priste pare të vëllezër, e pas u vonu pak, në momentin që u qunë kam për me shku mo, se nuk erdh personi që duhet të t'i dorëzoj, pare që i kishte marrë, vërejti shenjat e drunit në cilin ishte lënë emaneti i besuar. Dhe u afru dhe i mur.
shkoi në shtëpi dhe e hapi, edhe i gjeti paret dhe pasurinë e tij. Mbas një kohe, njeriu kur ju mundësu që ta tejkaloj, nuk ishte rahat ende se nuk e dinte emanetja ka shku në vend, me paret në xhep, shkoi tek personi dhe i tha kam ardhur me pagujt borxhin. Tha borxhin e ke pagujt shumë më herët në kohën kur jemi marrë vesh. Si është e mundshme kjo punë? Tha borxhin ma ka sjell ai i cili e la për dëshmitar dhe për garantues, Allahu Dhul Xhelal. Edhe ka në vendin e vet. Me këtë dietarët, por edhe sahabët janë habit me imanin. Njëherë të personit i cili besoi duke ja dhënë paret si dëshmitar Allahu Dhul Xhelal e zu, a ky imanin e kishte të fortë, apo tjetri i cili i la pasurinë e tij në ujë, duke u mbështetur në Allah se ka me shku në vendin, përderisa derti dhe gajli e tij ishte kjo. E kjo është muxhize. Dhe kjo mund të ndodhë edhe neve. Por atëherë kur jemi të kujdesshëm përballë çdo gjëje që neve na është besu në jetën e kësaj dunjaje. Andaj të dashur dhe të nderuar, duke përkujtuar veten dhe juve, dhe duke përmend edhe një herë hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe me të e mbarojmë, nuk do të ndodhe kiameti dhe nuk do të ndodhin probleme në tokën e Allahut Dhul Xhelal përderisa nuk tradhtohet emaneti. Lusim Allahun Dhul Xhelal që të jemi prej njerëzve të cilët në jetën e kësaj dunjoje kujdesemi për emanetin. Shembulli jon i kujdesit për emanetin të jenë pejgamberët e Allahut Dhul Xhelal. Historia ka raste nga më të shumta, por për hir të kohës ne nuk mund të ndalemi në këto histori. Kanë qenë sahabët, kanë qenë shokët e pejgamberit alayhis salam. Lusim Allahun Dhul Xhelal që çdo gjë që është besu, në është dhuru dhe kemi premtu, Allahu Dhul Xhelal mos na e merr shpirtin pa e dëshmuar se atë emanet, atë premtim e kemi çuar në vend. Dashur Allahu Dhul Xhelal që në ditën e gjykimit të jemi në safat e njerëzve të cilët kanë qenë kujdesshëm ndaj emanetit në këtë dunjë, dhe Allahu Dhul Xhelal ka premtuar xhenetet e tij për njerëzit të cilët nuk kanë tradhtuar emanetin, e dashur Allah që edhe ne të jemi prej atyre.